Para pak ditësh mësuam se është ndarë nga jeta në moshën 85 vjeçare, ish komandanti i brigadës së parë sulmuese në Tiranë në vitet 70 të shekullit kaluar, doktor i shkenca ushtarake koloneli Nevruz Zejnati. Ati ju dha lamtomire në qytetin e Pratos, Itali, ku banonte me familjen e vet kohët e fundit. Në varrim morën pjesë të afërmit shumë miq dhe shokë të tij. Zejnati ishte sipas ushtarakëve që punuan me të, një nga figurat më elitare të ushtrisë shqiptare. Miqtë e tij e vlerësojnë sa ai që e kthyer një simbol të ushtrisë për kapacitetin e madh të dijeve që zotronte si ushtarak, si një personalitet i veçantë që bashkon një figurë të vetme, ushtarakun, studiuesin, si dhe shkrimtarin. Miku i tij, koloneli në rezervë Shpendi Topollaj, flet për vlera që la trashëgim në ushtrinë tonë Zejnati. Kolonel Nevruz Zejnati, me punën e tij të palodhur, me dijet e tij, me përkushtimin e tij, me dashurinë ndaj ushtrisë të artit ushtarak, u kthye në simbol, jo vetëm i shkollës Skënderbej për nga doli, po i gjithë ushtrisë shqiptare. I madh e i vogël e kanë njohur emrin e Nevruz Zejnatit, për faktin se ai kishte vlera të mëdha njerëzore përveç se vlerat spikatura ushtarake. U rrit në detyrë me forcat dhe aftësitë e veta, por mbeti i thjesht, i dashur, i shkushëm, zemërmadh, human me këdo. Prandaj e donin e respektonin i madh e i vogël, që nga udhëheqja e lartë e ushtrisë, që nga artistët, shkrimtarët në Tiranë kur ishte komandanti i brigadës parë, e deri në Durrës ku nuk ka intelektual të mos ketë provuar miqsinë e besnikërinë e një njeriu si Nevruz Zejnati. Zejnati për një kohë të gjatë ka jetuar e punuar edhe në Durrës, tek Topollaj, dhe krahas detyrave që kryente si ushtarak, u shoh si një studiues dhe votues veprash me vlera. Nevruzi ishte njëkohësisht një studius që arriti në rangun e një historiani. Ai shkroi shumë libra dhe i shkroi me një kuraj të madhe. Shkroi librat voluminoz për Ahmet Zogun, shkroi librin voluminoz për Esat Pashtoptanin, por njëkohësisht shkroi rreth përvojës së tij si zbulus në periudhën e gjatë që qëndroi në luftën e Vietnamit, bashkë me një grup shokësh prej 11 vetësh, ashtu sikur sa ai dinte të bënte edhe letërsi. Ishte një me aforizmat e tij, ishte një intelektual i kompletuar, përveç se një ushtarak i mirëfillt. Koloneli në pension Nevruz Zejnati mbeti person emblematik për kontributin që dha në rikonstruktimin dhe modernizimin e ushtrisë shqiptare. Ai që një ushtarak i veçantë, i cili mbante një pistolet Makarova, të dhuruar nga heroi i luftës së dytë botërore Zhukov, gjatë vizitës që zhvilloi në Shqipëri në fund të viteve 50 të shekullit kaluar.